Mirëmëngjesi, dashur televizionistë të Klanit, dëgjues të Radios Klan në 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes të mrekullueshëm i cili ka gdhyer thellët disi se ka ca rreth lehta, shumë të holla, domethënë, edhe rreth cilat do të shoqërojnë gjithë ditën e sotme, domethënë, për të kaluar pastaj nesër ndoshta dhe pas nesër sigurt në ditë me shi. Do kemi sot një rritje temperaturave me 2 gradë dhe jo nesër, jo pas nesër, por pasi nesër vjen ndjeshëm. Goxha ndjeshëm temperatura, kështu që kujdes. Kujdes në këtë alternim të temperaturave që sot mund të jemi domethënë me një triko të lehtë, me një gjë kështu, ndërsa pas nesër është e sigurt, pasi nesër domethënë, është e sigurt që do jemi me xhupa sepse do të vijnë temperaturat, do të zgjasin 2-3 ditë jo më shumë. Të dashur miq, ne sot jemi e martë. Data është 24 mars 2026, eksakte ora 7 fiks dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq që orën parë por të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditën e sotme? Është në fakt një pyetje për cilën ju ftoj të gjithë për të dhënë jo thjesht bindjen tuaj, por argumentat tuaja. A duhet një çun i ri ose një gocë e re të pranoj çfarë do lloj pune për të mjetuar, pra një çun i ri ose një gocë e re të pranoj çfarë do lloj pune për të mjetuar apo të refuzoj çdo gjë derisa të gjej punën e ndëruar. Pra, duhet të bëj çfarë do lloj pune për të mjetuar, se s'kam as lekë në xhep, domethënë, të rinë të reja, apo duhet të refuzoj çdo gjë derisa të kapi atë që ka ëndër, punën e ndëruar. Kjo është një pyetje që domethënë diskutimin në aspektin social, ku të gjithë ju, të dashur miq, ju ftoj për të dhënë argumentat tuaj në 069 40 41 003. Dhe duke mos harruar për të falendëruar Zotin që na zgjoi edhe sot në këtë mëngjes të mrekullueshëm, të dashur miq, ju ftoj të gjithëve sa më shpejt aq më mirë për të prenotuar. Pastaj u marrim avash avash në 069 40 41 003. Pikërisht këtu në televizionin Klan dhe njëkohësisht në Radio Klan për gjithë ju që dëtoni në 92.9 në FM. Ne kemi filluar. Këngët që na çojnë në orën në 7:06 minuta me telefonatën Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, dashur Aldo. Kush jeni nga Flisni? Azimi Kuksi. Po Azem, urdhra. Jam me të parën. Je me të parë. Duhet pranojsh. Çfarë do lloj pune? Diskutohet. Ashtu, ë? Aldo, am lejon ti them diçka pse ta pranoj këtë? Po. Mos ta harrim dremjetën. A shi ka fazi bilbil flutron der fusha groja bilbil shpejto. Vazhdo gjej tjetrën. Dakor. Ti je mbi jeto. Dakor, po i ka thon bilbilit, jo robit. Bilbili është njeriu. Okay, në rregull. Mirë vlla. Falenderoj shumë për telefonatën. Rrosh, telefonata Mirëmëngjesi. Aldo, mirëmëngjes. Kush jeni nga Flisni? Margarita nga Dërmiu jemi. Mi Margarita, si jeni juve? Mirë. Po mirë, janë qik soto, Aldo, se dhon beti. Po Mars, ku di edhe mua vetë? Më pëlqen shumë si emision. Po dajmë se s'ka fillu akoma, ha? Po, unë jam me mendimin që i riu, çfarë t'i dalë për para? Çfarë dali? Po çfarë të dali, jo, Aldo, se ke plot studenta që mbarojnë për infermieri me atë të tyre dhe punojnë në koncentrët. E marrë vesh. Se djali im që mbaroj të lartën punon në beton. Po çfarë ka mbaruar të lartën, Po tash se s'ka mas aprovime edhe prit miri. Po tani, se pas ka marru. Apo tani, po themi që vajti në të lartën. Jo që vajti ba e marroj. Jo, nuk e ka mbaruar. Për rregull atë. Për të mbijetuar, duhet të punosh në çdo punë. Çfarë po thua? Po, unë këtë mendim kam për vete. Në rregull. Mirë, motor, të falenderoj shumë për telefonatën. Ja pra që argumenta ka, sa dush, domethënë. Mjafton që ju të dashur miq, thjesht të zgjojeni dhe të jepni pak gjimnastik truri, domethënë, në 069 40 41 003. Sa më shpejt aq më mirë. Pse? Sepse thash, çon kalamajt nëpër shkolla, po shpërndaj njerëzit nëpër punë, edhe pastaj bëhet dytën e madhe. Rregulli. Me telefonatën Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Flisni?
Nga Berati, shkëqimi. Po, qimi qa vërë, vla, mirja? Mije, që duke që va. Unë të cike? Mije. Qyshur, ha më qimi? Tani sa për temën që në zonët, u them që duhet punoj robi. Qa të dali? Qa të dali, të punoj se puna është ndërë. Puna është ndërë, e marrë veç, po, a i ka marru shkollën, dhe investoj për të lloj pune në profesionet dur. Po, tani profesionet dur, qose ka marruar shkollë me sukses, normale. Qose se ka marruar, e ka në gjysëm, duhet të vazhdoj një pun tjetër, sa të arrit të qëllim që do. Pra, ti thua që ja vlen të presi ky robi, apo punoj erë? Jo, nuk ja vlen të presi, se që të presi. E kuptoj. Mirë, vlla, të falenderoj shumë telefonatën. Gjithë të mira. Telefonata i mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Nga Devulli, Dita. Dita, si jeni, Mirja? Mire, ju besini. Faleminderit. Urdhëroj dashur. Për temën. Aha. Unë mendoj që të rinjtë le të arrijnë atë që kërkojnë. Por, duhet të punojnë gjithë të arrijnë. Jo, dakord, po të punojnë të punë ëndrave apo çfarë të dali përpara, derisa të bëhet. Jo, ai të arrijë ëndrën. Të arrijë. Por, duhet të punojnë gjithë të arrijnë. E kuptoj. Po. E marrë, vetëm se mos harroni një gjë që ekonomia personale nuk është se pret shumë ëndrën, dakord, me dy jamon. E po, nuk e prit. Po çdo haj. Po çdo haj që të punojë them. Apo rrofshin prindrit thuaj. E po rrofshin prindrit punojnë gjerë me një drejtim, po pastaj s'punojnë dot prindrit. E qartë. Mirë, motor shumë faleminderit për telefonatën. Faleminderit vetë. Gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Aslika nga Berati. Aslika, ule pak televizorin motra. Se na kthehet zëri apo gjë. Në rregull. E baj që marrë dhe ju tykoj në mëngjes për një televizor. Po, vatë punë kemi ne, po. Urdhëro. Po vini për emisionin? Po. Vasilika është dëgjosh keq motra. Çfarë thot vllai, me qejf të madh, pres, po mos porto merr edhe një herë. 069 40 41 003. Ora është për pak sekonda shkon fiks 7 inçerek. Mirë, ja të kemi me Angelin tonë në Tiranë. Fjalë kemo? Mirëmëngjes, Aldo, mëngjes dhe përshëndetje gjithëve dhe nga gjitha e sotme. Kemi zgjuar mirë Aldo sot me kohën e cila duket sikur po fillon të ngrohet pak më shumë nga dita në ditë. Do vjer prapë nga e premte do bjerë shkoxha. Do vjerë si, po ja dal nga dal në pranverë. Do vjen temperatura se shi po e po. Do ftohet prapë po. Emo. Çfarë bëhet një? Hajt. Ndërkohë që patjetër me informacionet nisimet të parin Aldo, rasti gjata në fakt janë regjistruar në shërbimin e neurologjisë në spitalin universitar në Tiranë. Aldo, po shumë persona ma kanë treguar këto. Një pacient i cili ka qenë atje të vuajnë nga nervi sciatik Aldo. Ka pasur rasti gjata në fakt. Po ç'ne, nervi sciatik nuk është viroz? Jo, ka pasur rasti gjata të personave që vuajnë nga nervi sciatik. Si duket ka pasur fluksi dhe duke ditur që këto rasti gjata me zor kanë arritur të marrin shërbimin Aldo. Një person i cili ka qenë në urgjencë. Ta ka thënë njëri. Po, ma ka thënë njëri, po ndërkohë që ka pasur një persona të tjerë aty. E kuptoj, mirë. Do të thënë nuk ka arritur të marrë shërbimin, kjo është ideja. Po, njëri, mund varet. Njëri dhe rrjedhimisht të tjerët mezi e kanë marrë. Ndoshta. Duhet me pa dhe sot. Pastaj lajmi i dytë ka të bëjë Aldo me një problem tjetër serioz në fakt në linjat e urbanëve në Tiranë. Duke ditur që këto ditë ka rënë dhe shi, një nga urbanët që bën këtë linjën e kombinatit Aldo me qendrën, ka rënë jashtë, shiu i gjithë është futur brenda Aldo. Shiu futur brenda. Kush ta dy? Janë të prishur urbanët. Kush ta dy? Po ma ka treguar një mikesh domethënë. Vajte, u interesove? Po ma ka treguar, madje ka treguar dhe video Aldo. Po është e vërtet. Po ka treguar dhe me video. Ma nis video. Ma ka nisur video. Po na nis neve më ta shohim. Po patjetër. Ja do i them të ma nis, edhe njerëz ma ka nisur kështu me sekonda. Dhe binte ujë brenda. Okej. Jo, nuk është e di që asë jo, gazetari për gazeta, po jo, me këtë rast jo. Po lali, po, ta tha njëra, shko verifikojmë më shoku? Po, shko, unë se i frekuentoj shumë urbanët, se e urrej shumë atë ambientin aty, por më ka ndodhur që dhe unë të ekipi shumë rallë. Dakor, po, a pretendon që është gazetar, e more një fakt, shko vërtetojmë më burë.
edhe vërtetojmë dhe atë po them që kam vërtetuar se kur kam hipur që ndodh shumë rrallë, se nuk hipi, se smerohem kur hipi, Aldo vërtet shiu bie brenda, domethënë ka shumë urban të cilët futet uji brenda, po. E kam parë edhe me sistemi. Bravo. Atëherë bëj një gjë të mençur, një punë të vërtet gazetarie që ta meritosh. Do në tentativën për që nga gazetar. Sot merru vetëm me urbanët. Do në hype zbrit. Bëj si punë për qef. Si punë, po. Edhe na ço foto, video, çfarë dush ti? Po, e vërtet, po duhet ka për këto ditët kur të bjerë shi, se realisht, nëse hitë të kjo linja që ma ka treguar, bje vërtet shi u brenda. Dakor, e çara është e qarë, si me shi, si me diell. Po, e qarë, po. Kështu që thot? Dielli hajde dhe regulohet, e kupton, po shiu, të futet shiu brenda, Afganistan fare. Okej. Po diellës, por shiu të bje brenda i ka lagur njerëzit, edhe ndërkohë asnjëri nuk flista. Brenda biletën vazhdojnë ta paguajnë njerëzit. Ti s'ke të mbaruar më burr. Unë po them vërtetojmë më burr të. Vërtetojmë, mos u nis nga e thëna. Po. Sot. Po sot ka shi, duhet bjerë shi. Mirë. Se ta vërtetojmë. Por po, kur bjerë shi do ta vërtetoj, do bëj video dhe do ta. Dhe mbasi e vërteton, atëherë thua si lajm. Po. Po pra, po unë e kam vërtetuar, ta thashe edhe e kam vërtetuar. Se kam pipur kur ka rënë shi dhe shiu binte brenda. Vërtetuar me llafe. Domethënë, po sepse mosha jote, edhe ti vetë, mënyra se si komunikon, je pak i pabesueshëm. Më kupton, po se tregove me fakte, ku e ke më valla? Po çfarë them unë më të besueshëm? Unë e kam parë me sytë e mi. Shiu binte brenda, Aldo, qulleshe, bëheshe pellk nga shiu. Po s'ke kriju besueshmëri më burr, prandaj po them, për të mbrojtur ty. Ti po ta dëshmojnë. O Lali, po mundohu mos ndërprit fjalimin më burr, se ke zakon këtë. Për të mbrojtur ty, dëshmoje. Jo bëhet për të mbrojtur ty. E kuptoj. Tani jemi në anë teorike, do ta bëjmë praktike, po patjetër. Se ti mendon që unë do harroj? Jo, po unë ta premtoj që do ta bëj këtë video. Kur bjerë shi do hipi e në kas do ta bëj video dhe do ta tregoj. Okej, ata gjejmë tani, një sekond. Një sekond. Çajmi sot neve e martë, mërkur të ejnëten, të premte shtun ke shi. Që deri në fund të javës sa ke vërtetuar. Do hipi, të shtun do hipi. Domethënë me 26, me 27, me 28 e ka dhënë shi, edhe me 29 e ka dhënë shi, edhe me 30 po çka. Okej, jepi. Okej. Për vazhduar më pas Aldo me një konflikt të fortë familjar i cili ka shpërthyer pasi një grua nuk mund të ngelë shtatzan, Aldo, dhe bashkë me bashortin e saj i kanë kërkuar fëmijën kunatës, domethënë motrës së burrit, sepse kishte lindur 2 binjak, domethënë 2 fëmijë. Ja ka kërkuar vllai Aldo dhe nuk ka pranuar, patjetër që nuk ka pranuar, sepse nuk ta jepet fëmijë, por është mërzitur punata Aldo, se ka thënë që ti ke 2 binjak dhe këtë mund ta bëje, pasi kishin më shumë se 7 vjet që kërkonin të bënin fëmijë. Po si? Por edhe ajo me të drejtën e saj. Të lindja ajo dhe më jep një muaj? Çfarë biciklete? E vërtet, po duke ditur që kanë pasur të lidhje shumë të ngushtë, po gjithsesi. Po më mirë, ma vash tani. Ma jep mua i ka thënë, ne sërish një familje jemi. Një familje, por tjetër ke? Po për vazhduar me lajmin e fundit Aldo, në fakt një lajm shumë të rënditës ky, edhe këtë ma kanë treguar. Janë përfshirë emocionalisht tek sa ma kanë thënë një fëmijë vetëm 8 vjeç Aldo përballet me gjendje shumë të rëndë psikologjike, si pasojë e konflikteve dhe dhunës së vazhdueshme. Okej, kaloj. Ky është lajm që e kaloj të zemra, s'na duhet ka. Okej, në rregull. Jo, se kam para ti. Ti dhe zgjon, më burr, ti vetëm flet dhe zgjon. Jo, ma kanë treguar dhe këto, ma kanë treguar Aldo, ma kanë thënë. Po mirë, po se ma kanë thënë, nuk është në burrit ta kanë thënë. Bile kjo vërteton të kundërtën, që merresh me llafe. Igor e vërtetoje. Një plagë e shoqërisë shqiptare të brezave. Po daç plagë, daç operacion, daç bombë, thuaj si dush. Po vërtetoje, shoku vërtetoje. Atë po, edhe kjo për vërtetuar patjetër. Nëse do të bësh vërtetar, nëse do të bësh portalist, jepi atëre. Me telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Tisti? Unë Sofia nga Tirana. Po Sofia urdhëro. Ja, të mbarë. Gjithashtu. Unë them, nëse ky tëriu t'i premton dhe xhepi dhe koha që të gjej punën e ëndrrës veta, të kërkoj mos të zej një punë të rëndomtë.
ku nuk ja shkon dhe për profesionin që për shkollën që ka bërë. Në rast se nuk ka mundësi të filloj një punë. Pastaj të kërkoj punën tjetër të ëndrrave të veta. E marrësh. Se kjo varet edhe si nga ekonomia, kush nuk do nëse profesioni edhe të lullëzon, të zbukuron, të shoqëron. Po kur nuk i ke mundësi për momenti, po të ke mundësi të hallalje dhe zoti, të kërkoj punën e ëndrave. E qartë. Mirë, motor, shumë faleminderit për telefon. Urojmë shëndet, jam të marrë. Gjithashtu. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Tani nga Çarriku. A më tano? Mirë, si kalove? Mirë, vallaj, si ke qendi? Mirë, mirë. A më tano? Shiko, Aldo. Pa. Vallaj, ti kishim të mundësi që kanë këta sot, vallaj, nuk e di që ku mund të shkoja në Shqipëri të punoja. Me kuptoj, kisha dhe këto mund që kanë sot. Sepse, jo, po të them që sot janë dhe mundësit, Aldo, dakord, për post kësaj mandjes, po, mundësit janë. Që, se shikoj do më thënë që karanca, pesimizëm... Mirë, jo, ideja është kjo, do më thënë që është krenari, apo është budallëk të refuzosh gjithçka për punën që ti ndron? Absolutisht, Aldo, po është krenari, por... Pra, do më thënë, po nuk u bëra unë, fjella vjen, inxhinier, dori, 25, 30, dhe të bëhem. Po e zbudallika jo përse... Je smur përse... Po qatë, ti thu të bëjë gjitha shkollet punën kamarier përse? Jo, absolutisht, po... Të shkoj të rendit, punoj njërmarë, do të punoj. Po ku më rrë? Ku? Ti ki tapi shëzlon në plash, ku të dojë e i punoj. Ta punoj, ta shofi me sytë e veta që është puna që është djerë, aty është ajo pjesa tjetër pastaj marrë. Pra, ti thua si bëre shkollë, si s'bëre, jepi punës fillim, asa ne regullojë. Po, ta provoj njëra, të shikoj, dhe atër do t'i bëj llogaritë veta e. Falenderoj shumë për telefonatën. Dhe ka do. Gjithë mira, 7:31 orë, bie të kemi shumë pak momente dashuriq. Publicitet për të mbritur me vrap në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë shumë. Ora është pa 20, sa bie pa 23, domethënë. 8 pa 23. Nxitoni prenotimin 069 40 41 003. Mirë shumë. Ja që ora vajti pa 20, toni juve. Jemi në Vlorë, ndërkohë që ne vijojnë, presim prenotimet tuaja dashuriq. 069 40 41 003. Figura, mirëmëngjes. Mirëmëngjes atë nga Vlora. Ciao bande. Bukur në Vlorë. Po mirë përgjithshme, mirë, jam të domethënë zhurmat e mëngjesit gjithmonë bëhen çik domethënë edhe të bezdishme, por ndonjëherë edhe të duhur. Mos haro që kur i këni jashtë, pikërisht për të zhurmat me malli. E drejtë, gjithmonë për të zhurmat. Mirë, po tani e drejtë, po puna është që jam mërzitemi ndonjëherë, ato drejtë. Edhe trafiku, dita, po që kalojnë, jo, vërtet kalojnë. Por, mbi të gjitha, më thënë janë ato pjesë problematika tona, do më thënë që edhe na heqin mendjen pak, duke i dhënë në një zgjidhje her pas here. S'ka filluar akoma lajmi. Ja, tani fillojmë si rasti një çifti, me thënë të drejtën, kanë festuar ditën e djeshme 20 vjetorin e martesës, thonë që ishte në rregull. E bën në shtëpi, domethënë bën diçka të vogël në shtëpi, domethënë, por e bukur ato që në 12 në shtëpi pastaj. Po pastaj dihet ajo. Po e bukur kanë qenë këtu se kanë nisur me ato kujtime, domethënë jo si u njohën, jo dasma e tjera, dihet ajo, por e bukur se ka qenë një pyetje të cilën zonja i ka bërë bashkëshortit të saj, duke thënë që shiko, përveç meje, domethënë, i ke hedhur syt apo ke pas në një pëlqim ndaj në një femre tjetër apo zotria i ka thënë me thënë të drejtën, ka qenë një rast, një moment, ka thënë, dhe aty ka filluar, ja ka shpjeguar gjithë situatën. Në pas, do me thënë, nga ai gëzik ka filluar në një luftë betejë me të drejtën, për arsye se ka nisur, jo po ti, do me thënë, më ke marrë mua se të kam ngel në dere, tjera, ti do ato tjetër. Fjalë femrash me në të drejtën, një shetit edhe ajo që ka ngrënë e kapiri ka dal nga undët, ka nisë një debat, një sherë. Nga gjithë kjo lindë një temë shumë e madhe që, kur të pyet gruaja, duhet të tregosh sinqert apo jo? Në rast të parë duhet mendohesh mirë që ta kthesh ato përgjigje se
dy gjëra janë, domethënë kjo, ose do të përgëzoj apo do të përqafoj, ose e dyta është që dhuna kjo është, domethënë, një nga ato dyja, o do rihesh o do përqafohesh, kjo është. Por që do të kesh një përgjigje të saktë. Por përveç saj kemi pasur dhe do thënë dy adoleshentë ku janë zënë me njëri tjetrin, por ka hyrë dhe prindi njëri prej tyre. Nuk ka qenë një vajzë dhe një djalë. Vajza ka pasur një përqim nga i djalit në të drejtë, ndërsa dhe djali, por që jo shumë, nuk është e shprehte shumë, nuk është se ishte shumë i interesuar me të drejtën. E qartë. Por vajza ka arritur deri në atë pikë sa i ka thënë prindërve, do thënë mamas në fillim e i ka thënë pijati dhe e kanë bërë fakt të kryer me të drejtën, Ijati ka shkuar, ka kapur djalin, ka nisë një lloj debati derisa dhe janë zënë. Do thënë Ijati e ka qelluar djali, por dhe ky nuk ka ngelur fakt, si thon, ka mbledhur shokët apo në thojza bandën, le ta them se kjo i quhet ata, dhe kanë shkuar për ta dhunuar, si thon, por nuk e kanë dalë ajo dije. Për ta këshilluar në këtë raste, po. Për ta këshilluar në këtë raste, por e bukur është se nuk ja kanë dalë dot për arsye se zotëria do të ka qenë edhe ka dashur të bëjë një denoncim në polici, por që nuk domethënë i kanë mbyllur gjërat aty për aty, mos ta bëjnë kaq shumë të madhe. Por përveç saj kemi pasur edhe një lajm tjetër të fundit. Aldo për të shitje makina, është një djalë i cili merret domethënë me to shit blerjen e makinave, por e çuditshme se dy makinat të cilat domethënë aty kanë ardhur nga jashtë, kanë ardhur me disa probleme, të cilat nuk mund të shihen, mungesë pronësie, domethënë një dokumentacion i vogël pronësie, e cila është bërë falso dhe por në fakt është vënë në sherr me ata të cilët e kanë bler, ku kanë hapur probleme me të drejtën. E bukur është se i kanë çuar makinat dhe u kanë marrë makina të tjera, domethënë të cilat janë më të shtrenjta se ato që kanë marrë dhe i kanë thënë që në momentin që këto makina tonë kemi dhe legët të bëhen me dokumentacion, do të sjellin këto që të kemi marrë. Kjo është e gjitha. Iku. Para shumë këto kemi pasur me thënë. Po. Tu tamam hallet e moshës. Hallet e moshës. Mirë figura. Suksese në jetë edhe më gjatë. Mirë, me telefonatën në mëngjesi. Mëngjes. Ku jeni nga Prishtinë? Bashkimi nga Tirana. Po bashkimi urdhra. Aldo, unë jam i mendimit që ai nuk duhet presit, do të punojë, duhet punojë. Po, paralelisht kërkoj atë profesionin që ka studiuar. Pra të bëj çfarë lloj pune? Po patjetër. Po për çfarë ta bëj këtë? Si për çfarë ta bëj? Për lek. Po patjetër. Është konsumatore. Më marr vesh. Do të nxjerrë veten e vet, tani është i madh, nuk është i vogël, pra ta marrin prindin. Mbijetesa thotë është prioritet absolut. Po patjetër. Ajo është e para, pastaj vin tjerat. E marr vesh. Mirë, në rregull, bashi, falenderoj shumë në telefonat. Në problem tjetër, në telefonata e mëngjesi. Mëngjes Aldo. Ku jeni nga Prishtinë? Magda nga Tirana. Magda? Beldo. Kur do të dashu? Në lidhje me temën të shame fol. Aha. Normal që çdo njeri do të fillojë punë sa më shpejt për shkollën që ka bërë. Po problemi që ndron, a janë ta këto më fillu punë direkt për shkollën që kanë bërë? Edhe kjo është. Nuk janë ta, edhe ne si që kemi mbaruar, s'kemi qenë inxhinier apo një dilnim në fushën e jetës. Që që për mua, për mendimin tim, kushdo që të marrë shkollën, nëse ke hapë të punuar, të bëjnë ndihmës një kështu elektricist të mirëfillt, shtirje rjeta elektrike, pajisje elektrike, gjitha gjërat. Dikush tjetër një ndërtim që ka marrë inxhinierinë e ndërtimit, dikush tjetër një ndihmës noter apo një ndihmës avokat. Ka nga më të ndryshme, që mund të bëjnë pritjen e degës vetë që kanë varuar. Mund të bëjmë më shumë. Edhe pa punë altë ku do të shkosh? Do të bësh inxhinier nuk e njerë, apo doktor nuk e, apo jurist nuk e, nëse nuk të përboj pune. Adash vinë këto gjëra, një ndihmës, një këtë, një atë. Se të ndryshme nuk mund, unë jam inxhinier, s'ka asë një inxhinier nuk del inxhinier. E kuptoj. Që që fëmijët tanë kërkojnë qikra nërlo, do të patjetër. Atë mos e thuaj. Ndoshta mund të kthjellë nga neve. Po jo, po flas në lidhje me në lidhje me shkollën. Nuk filloj direkt e punë për atë që shkollë që ke mbaruar. Po pse ke filluar ti? Ndihmës, më t'i bëj se
Nuk të merr njëri inxhinier nëse nuk shikon se çfarë punë bën ti. Mirë, nuk po themi, ne po themi profesionin, s'ka rëndësi ndihmës apo inxhinier. Po mirë, po flas avokat. Po avokat ke pa punë, ke çdo 2 hapa avokat ke. Po mirë, po mund ta hapësh vend vetes. Në këtë se ti bën punë shumë të mirë njëra në tjetrën. Po çfarë punë bën të mirë kur s'ke fillu? Po ndihmës po thash edhe një herë. Ndihmë. Në një vend tjetër mund të ndihmosh një avokat. E qartë. Një avokat apo çoftë çfarë do lloj pune, ndihmës e diskutueshme pak. Në kompjuter apo një tjetër. E qartë. Po të fillosh nga e vogla. Mirë, po thua ti një, në rregull, jam i qartë. Po të fillosh nga e vogla del tek datafia. Okej. Mirë, motor, falenderoj shumë për telefonatën. Provojmë tjetrën telefonata mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtina juve? Komshia nga Kino Studio që është me leje dhe po ju telefonon. Me çfarë leje me zemra? Leje punë, më leje zakon, leje jetore. Po ç'ne tani e morën në mars? Po më kishin ngelur, janë ca këto detyrime që duhet i mbyllësh deri në fund të marsit, se digjesh. E kuptova. Kështu që digjet leja. Edhe po gjej kohë dhe më pëlqeu tema. Aha. Dhe kam një mendim. Deri në një moshë të caktuar, kur je duke përmbushur dhe studimet, mund të bësh çfarëdo lloj pune, shtesë. Qoftë edhe pastrues të jep një eksperiencë ndryshe, qoftë në marrëdhëniet me njerëzit etj. Ama ndërsa ti ke kaluar këto stade, ke bërë punë të ndryshme, ke përmbushur studimet e tua, mendon se ke dije dhe do të jesh i dobishëm në shoqëri për të sjellë gjëra të reja. Dakor, po ti mendon që një person që spastron dhomën e vet do pastrojë, do bënoj pastrues? Jo, unë po them që nëse i ke bërë të gjitha këto, të je në një moment i jetës që je i përmbushur, i ke plotësuar të gjitha këto gjëra. Do të japësh dijet e tua, do t'i vësh në zbatim dijet e tua dhe nuk mund të shkosh më në një punë ku të thonë kjo bëhet kështu se thot shefi apo kjo bëhet kështu. Po më shiko, mbarona, i thot duhet bëjmë youtubers. Urdhëro. Çfarë do thosh ti? Është profesion, atë mund ta bëj kushdo dhe për shkollë. Jo, atë mos e thuaj. Atë se bën kushdo. Po kush ka talent i bën. E qartë. E marr vetë. Mirë, motor. Në bashkë të kësaj teme, mua tani në Facebook më doli një poezi e dikujt, është e shkurtër, mundem? Një, po varet sa quhen shkurtër, ha. Duhet të flas sot me atë djalin e vogël që vraponte pas ëndrave, të cilat i lash rrugëve si lodra të thyera. E gjej ulur në një cep të kujtesës, duke më pritur, e më thot: "Pse u bëre kaq ndryshe?" Nuk di ç'të them. Dhe të jap dorën, si të ishim dy të panjohur që ndajmë të njëjtin emër. Mirë, ti është mos ngatrosh nostalgjinë me ndryshimin e kohërave. Dëshirën për të bërë dikush dhe u bë tjetër kush. Po normal, si të gjithë zemra. Si të gjithë. Okej, gjithë të mirë ata. Gjithashtu. Ne provojmë. Telefonata mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Lola nga Tirana. Lola, si jeti Milia? Po mirë. Aldo, unë ka mendim personal edhe e them, më mirë punë të ndryshme, vetëm mos hash në kuris tjerve. Andrat asnjëherë nuk realizohen. E marrësh. Të gjithë me shkollart janë, Aldo. Sa jurista ke, me tonelat, kamarina po punon. Çka ka? Asgjë s'ka. Asgjë s'ka? Po asgjë s'ka. Ato mos e thuaj asgjë s'ka tani. Po pse e bëra atë shkollë kur tregu punës është? Pse e bëra? Për të thënë që unë jam me shkollë të lartë? E qartë. Po bëj një degë që ti e di që do të thash në jetë. E qartë. Po domethënë, si e ke mendjen kur je 16 vjeç, nuk e ke kur je 46 apo jo? Por unë të kuptoj shumë mirë. 16 vjeç, mbaroj gjimnazin 19 vjeç dhe pastaj flasim. Fillo tegën që ke një ëndër. Se realizove dot. Nuk e realizove dot të ëndrën. Ka shkollaj? Po gjë. Unë të kuptoj shumë mirë. Kur se realizohet të ëndra, nuk arrin dot atje ku do. Më ndershme është ta hash djersën tënde sa të hash kuris tjerve. E kuptoj. Të përshëndes Aldo. Gjithë të mira. Telefonata mëngjesi. Mëngjesi bie. Kush jeni nga Prishtinë? Drita nga Tirana. Drita si jeti? Po si jeni më birin e në spo. Në mëngjes që i thire Zotit je për të bërë 120 vjeqë, Aldo. Jam një nen 80 vjeqë.
Nëna mirë ke qenë ti? Po, me copat ke qenë. Po kështu, do të thënë shëndetin si ma ke pas, pa tjera të rregullohen. Shëndetin ashtu kur thot greku, etiketi. Qartë, dëgjoj. Po ke dalë, ke lëvizën çik? Urdhëro? Ke dalur, ke lëvizën më pak. Jo, s'kam dalë fare, ke qenë se jam rrëzuar një herë. Po, sa si këtëçmë është ajo. Ana të zerit, more. Unë duhet të marr kushte disa herë, po s'ka radhë. Jo, më këtu jemi pa lëviz, pa mos e vrit mendin. Ke qenë nena. Nena. Qofshi mirë e shkop bartë. Gjithashtu. Faleminderit shumë nëna. Okej. Sa vajti ora? Ora po afrohet rrethetës, domethënë, mirë shumë. Vjoni miq për të prenotuar në 069 40 41 003. Ja, të shkoj fiks 8 dhe pastaj bëjmë reklama. Të dashur miq, që kemi përsëritur në studio, jemi në zonën e pazarit të ri, ku do të vijojmë pikërisht me temën që kemi për ditën e sotme, me temën e punësimit. Tani, punësimi është, le të themi, një fjalë goje, sepse më tepër është, nga ndonjëherë është përveç shifrave, sigurisht shifrat janë të forta, po që është edhe problem perceptimi. Janë shumë portale, janë shumë faqe në internet që ofrojnë punë ose kërkojnë punë, diçka e tillë. Pra, është një marrëdhënie që vijon, siç ka pas dikur gazeta apo njoftime, vijon edhe sot për shembull dua punë ose ofroj punë. Dhe pikërisht për të ne kemi ftuar ekspertin e punësimit zonjën Eliana Ameta, e dashur, mirëmëngjes dhe mirë se rish jemi në mëngjes. Mirëmëngjes Aldo, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë të vi tek ju. Edhe po diskutonim edhe me njerëz, domethënë që kjo puna e punësimit hap shumë muhabete të tjera, domethënë dek të tjera diskutimesh, që nga kërkesë oferta sigurisht, që nga kapriçot, që nga tekat deri te puna është punë. Hajde gjeje të mesme, domethënë. Tani ka kërkesa sot për punësim, apo njerëzit e kanë ndarë mendjen dhe e din ku duhet të shkojnë, refuzojnë çdo lloj gjëje derisa të arrijnë atë që kanë ëndër. Ka kërkesa për punësim sot dhe çfarë ofron tregu përballë? Kur e ke fjalën për ngarkesa, e dëgjova mirë fjalën ngarkesa apo? Kërkesa, okay. Atëherë, patjetër që po, unë si eksperte e punësimit dhe si administratore e dua.com, normalisht flas me shifra eksakte dhe jo me një ndjesi, siç është mësuar zakonisht që të flitet. Eksakt. Është nganjëherë perceptim, se tani. Po, është perceptim, është ndjesi, ndonjëherë janë të sakta, por nuk janë të bazuara në një realitet, nuk janë të bazuara në shifra dhe të dhëna. Eksakt. Atëherë, ne jemi krijuar që në vitin 2007, do të thotë që dua.com ka qenë si thua. Po, gati si një LinkedIn i parë, do të thënë, ku sot me anë të indeksit punësimit mbledhim të dhëna fantastike që lidhen me numrin e punëkërkuesve, me numrin e kompanive që postojnë tek Dua.punë, me atyre që shkruajnë. Urdhro? Atyre që shkruajnë, po, atyre që regjistrojnë. Pra, të ndajmë diçka. Nuk kemi faqe Instagrami, për shembull siç janë hapur tani, rëndom, ju i për më të disa emra. Ne flasim për një portal të vërtet punësimi, për një database, pra për menaxhimin e një llogarie brenda qoftë punëkërkuesit apo qoftë vetë punëdhënësit. Domethënë, një i ri mundet që të regjistrohet dhe të shikojë në kohë reale aplikimet që ai ka bërë. Është qartë. Ndërkohë, ne si administrator të Dua.punë mund të nxjerrim të dhëna mjaft të rëndësishme për tregun, të gjithë atyre që kanë aplikuar dhe të ndarë sipas kategorive të tipit, për shembull, çfarë shkolle kanë, në cilat janë pozicionet më të kërkuara, ku aplikojnë, çfarë aftësish gjuhësh apo kërkesash të tjera që kërkon tregu ata i plotësojnë. Kështu që me anë të indeksit punësimit ne mund të flasim me shifra reale dhe jo me si e kemi, domethënë si janë kërkesat për punësim sot. Atëherë kemi data 24.
Atëherë, po të them tek duapun, sot duhet ketë afërsisht 942 pozicione të lira pune. Gjithë do thotë që kompanitë, jo gjitha kompanitë që janë të regjistruara të duapun janë aktive, po momentalisht janë, le të themi, rreth 800 kompani që kërkojnë pozicione të lira pune. Midis tyre janë kamarier, banakier, IT, analist kredi, domethënë si nga sektori bankar ashtu edhe nga sektori i retailit, apo i ndërtimit, apo kompanitë IT-ve. Si po ecin këto kërkesa? Tani, ka një disbalancë, është e vërtet që midis kërkesës edhe ofertës. Ka disa pozicione të cilat janë shumë kërkuara, nuk diskutohet dhe tregu ka një kërkesë shumë të madhe për këto pozicione, flasim për pozicionet e IT-s, për pozicionet inxhinierike, për pozicionet e ekonomike. Ja zanata që duan çik shkollë. Po pra, këtu janë pozicionet që kërkojnë kualifikime, aftësi, por dhe përgjegjësi. Ndërkohë që janë atë pozicionet e tjera që janë më të lehta për të mbushur, po që tregu ka të mërësisht nevojë dhe këtu ka ofertë dhe kërkesë, pra ti mundet lehtësisht që ta mbushësh pozicionin e një kamarieri banakieri, por është vështirë që të mbushësh pozicionin për shembull e një specialisti të cyber security, po themi, i cili sot është edhe më trend edhe pse ka mundësinë që është më e vështirë për gjithë kamarierë dhe kështu se sa për në një farë mënyrë. Atëre, ne pasi studiuam këtë fenomen, do të thënë prej gati 3-4 vitesh, ne kemi ofruar një zgjidhje. Do të thënë, kamari banakieri janë ata të rinj ose është ai target group i cili më së shumti shndron në rrjetet sociale. Kështu që ne kemi ofruar gjitha këto kompani të cilat duan që të ne themi nuk punojnë. Po, i ofrojmë aplikimin nëpërmjet Facebookut, Instagramit apo rrjeteve tona sociale. Kështu që ai nuk ka nevojë ndoshta që ta uploadojë një CV, sepse sigurisht një kamerë dhe një banakier nuk ka CV, por ai mundet direkt kontakto kompani me anë të WhatsAppit, ti dërgoj profilin e tij ose të pyes për më shumë. Kështu që sot është lehtësisht me anë të duapun që të plotësosh vendin edhe të këtyre pozicioneve që ne i quajmë blue collar. Nuk kam hallin, domethënë që okay, ju i reklamoni ato kërkesat e kompanive tjerë, keni 20 vjet që merrni me këtë punë, tjerë. Tani, çfarë ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe çfarë ka mbetur i njëjtë? Sepse praktikisht, logjikisht, ju nuk duhet të ekzistonit 20 vjet përpara, domethënë. E di pse e them në kuptimin e mirë të fjalës që kaq kërkesa dhe oferta keni ju të shkruar atje, saqë me kaq pak të rinjët reja që janë këtu, duhet të kishin marru. Logjika. Po, është e vërtet. Po flasim për 20 vjet. Për 20 vjet përpara që gjërat kanë ndryshuar. Si ju ekzistoni akoma dhe vijon shtohet domethënë reklamimi në faqet toja. Pra, çfarë po ndodh? Atëre. Cila është pengesa se ju jeni në rregull, bëni punën tuaj. Shikoj Aldo, ne do të them gjithmonë sepse tregu duke gjithmonë nevoja për plotësim e vende pune. Në asnjë, edhe në televizionin tuaj jam shumë e sigurt që ka nevojë për gazetar, ka nevojë për, pra sado një kompani të thotë një moment caktuar që shiko, un jam shumë mirë tani, nuk kam nevojë për njerëz, përsëri do hapet një pozicion i ri, përsëri do ketë turnover, pra do ketë njerëz që ikin, do ketë njerëz, ndoshta ndonjëherë administratori do kërkojë një frym të re, do të thënë që duhet ta marrë nga konkurrenti ose duhet ta marrë nga një sektor tjetër. Pra, ne do ekzistojmë gjithmonë dhe do jemi aty sa më profesional për të shërbyer të tregut. Por është e vërtet ajo që sot me atëre ka disa fenomene, emigracioni, ikja e të rinjve, një farë mënyre gjenerata Z e cila nuk është më aq e dëshiruar për punësit paktën siç ka qenë Brezion. Ndoshta kanë të drejtë. Ndoshta kanë të drejtë. Ndoshta kanë të drejtë, jam shumë okay. Është pyetja pse duhet bëhen si Brezion. Është një gjeneratë goxha digjitale dhe është një gjeneratë e cila kërkon balancën punë dhe jetë. Po, është një gjeneratë e cila kërkon që të punojë edhe remote, domethënë të kërkon orare fleksibël dhe jemi shumë okay për këtë gjë, po. Dhe nuk e kanë me dojë mos atë ambicën për të shikuar shumë larg. Ata duan sot për sot dhe mbi gjitha një punë atyre duhet të plotësoj se s'bën pjesën e përmbushjes së tyre personale dhe profesionale. Gjë që jo gjitha kompanitë e realizojnë, domethënë ja japin. Kjo është arsyeja pse ata shikojnë ndoshta një punë jashtë shtetit ose pse kërkojnë që të punojë remote me kompani të huaja. Në shumë punë, në shumë zanate duhet mik.
Funksionon kjo, domethënë? Në shumë zana duhet çfarë? Duhet mik, duhet një njohje, duhet. Domethënë ekziston kjo kompani jo sot më, domethënë sot të paktën flas për privatin, nuk e di si funksionon në shtet, po në shtet them në privat, në privat, atëherë ti punsosh për meritokraci. Aty e sigurt kjo? E sigurt, 100%, po. Nuk mund tani nëse administratori dëshiron që të plotësoj një vend pune sepse ka një mik dhe ai e di shumë mirë që nëse e vendos aty është në një pozicion që nuk i prish shumë punë, e më kupton, pra ndoshta nuk e shikon domosdoshmërisht çfarësi ka, por thjesht për të bërë derin. E them këtë sepse njerëzit dalin dhe ankohen gjithkohon që pos pandemik nuk zgjidhet vend pune. Okej, shumica synojnë në shtet, se me demek e kanë sigurt. Po që vërtet, domethënë të shkosh në një spital privat, po s'njofte aty, tani themi sinqert flasim tamam, domethënë. Kështu që edhe mund kërkohet miku, edhe duhet tani, ndoshta kanë drejtë njerëzit. Tani unë nuk e di, në një spital privat supozohet që aty është një administrim e kanë vetëm me provë, po s'njofte aty dorish. Po mirë tani, edhe në shtet dhe institucione, domethënë e kemi ne çik qef këtë pjesën e kështu miku që por ndonjëherë nuk është e nevojshme, kam përshtypjen që na është ngulitur kështu pagës si në gjenez, domethënë duhet të them si brez pas brezi. Por të them që duhet të shërnjosë, se në fund fare ti duhet shërbesh dhe duhet ta ngresh zërin dhe për të shërbyer si një qytetar, qoftë në një institucion shtetëror, qoftë në një institucion privat. S'ka pse, ndonjëherë ne i mësojmë vet duke i dhënë apo duke kërkuar atë mikun apo ndoshta para që nuk është kështu nevojshme. Jam kundër kësaj dhe absolutisht. Tani përveç reklamimit që keni ju për vende pune, përveç njoftimeve le të themi që keni për vende të tjera pune, ka ndonjë impakt tek pagat. Si janë pagat aktualisht? Domethënë sa realisht janë rritur sipas këtyre politikave të shtetit? Atëre, pagat janë rritur, kjo do të thotë dhe kjo ka ardhur si shkak dhe inflacionit, domethënë një kompani private është e detyruar që të rrisë pagat, jo domosdoshmërisht bazuar në performancën e punonjësve, por edhe të inflacionit. Paga mesatare sot. Nuk ka rënë ekstrem, kam dëgjuar lavazhier 1 milion lekë. Okej, domethënë mund të ketë, po që jo, atë ka dalë si meme. Ne kemi dhe në jug, për shkak që kërkohen në pjesën e kështu fast foodit në jug, edhe 1.500 euro dhe 2.000 euro pozicione, kështu që po është vetëm 3 muaj ka 3 muaj. Nuk është ja vlen ajo. Për një gjimnaziste, po shumë mirë është ajo vërtet. Atëherë për t'ju kthyer pak pjesës pagave, flas gjithmonë bazuar në indeksin e punësimit që kemi tek Dua Punë dhe duke parë kompanitë që kanë listuar pagat e tyre në për vite, sidomos marrim ndjesinë e këtyre 2 viteve të fundit. Ato që janë të rankuara më sipër janë pagat e IT-ve, domethënë të programuesve, të zhvilluesve të pjesës për profesioneve që lidhen me teknologjinë e informacionit, pjesës kuptohet atyre që administrojnë, janë menaxher dhe më pak të atyre që kanë të bëjnë me impaktin në social indirekt që kanë në shoqëri. Flasim këtu për mësuesit, për sanitarët, flasim për infermierët, pavarësisht se tashmë dhe atyre rruga u është rritur, prap krahasimisht me pozicionet ato janë më të ulta. Dhe është e vërtet, tregu nuk ka një raport të drejtë në këto paga, edhe sepse e vendos kriterin e tij bazuar pra në përfitimin ekonomik që këto profesione sjellin. Pra, nëse profesioni një drejtori të financës sjell ul kostot për shembull e një biznesi, është absolutisht i super paguar përveç pjesës së kualifikimeve, përgjegjësive që ai ka, krahasuar me një mësues apo me një drejtor shkolle, i cili dhe ai po bën një punë shumë të rëndësishme sepse po edukon tregun e ri, të rinj për të bërë gati për tregun e kësaj punës, por paga e tij krahasuar me këto profesionet është më ulët. Elena, cilat janë profesionet që paguhen shumë pak dhe cilat janë ato që paguhen shumë? Atëre, siç e thash pak më përpara, janë profesionet që lidhen me teknologjinë e informacionit. Kjo është paguhet shumë. Patjetër. Domethënë këtu kemi rroga që arrin edhe deri në 4 milionë dhe 5 milionë dhe flas për një senior
Jo më shumë se sa... Do t'jesh zanaatçia, tamam. Patjetër. Tani, Aty nuk ka shaka. A ka profesione ku ka shumë punë në fakt, po paguhen si fillestar? Si fillestar, si fillestar. Jo, sepse duhet kesh eksperiencë, domethënë dhe në pozicione për shembull që flasim për shërbim klienti apo data entry, janë pozicione që një njeri nuk është se kërkon ndonjë aftësi përveç se aftësi digjitale apo një gjuhë që zakonisht anglishtja dhe italishtja është një gjuhë që cilën e zotrojnë pjesa më e madhe. Po. A largohen njerëzit nga zanatet për shkak të pagave të ulta? Patjetër që po. Dhe këtu kemi, dhe këtu kemi atë stresën e mesme që mua vjen shumë keq që ta them, por stresa e mesme, e cila është ka të bëjë me moshë, themi 40 vjeçare apo 30 ca vjeçare që kanë një zanat apo që kanë një profesion të mirë deri diku në bank, ata tentojnë që të largohen, edhe pse është jo vetëm në bank, e vështirë. Po them, një analistë kredie, po them, i cili nuk është se shikon ndonjë perspektivë madhe apo rritje aty. Sepse për fat keq, edhe shteti godet më shumë. Pikërisht këto strese, do të merr 23% të pagës. Mos e harrojmë këtë. Është e vërtetë. Pra, a lidhet paga me kërkesën reale në treg? Si që thash pak më përpara, ka një disbalans të ofertës dhe kërkesës. Si është e mundur atëherë që ka shumë kërkesa për kamarier banakjer apo sanitare, qoftë edhe tek dua punë, dhe nuk u rritet paga këtyre lloj, pavarësisht se sigurisht ka psuar një rritje nëpër vite. Sepse në një farë mënyrë pronari e shikon si lehtësishëm të zëvendësueshëm këtë lloj pozicioni. Pra, ai ka me 10 aplikime apo me 100 aplikime, kështu që edhe nëse nuk i pëlqen, zëvendëson dhe nuk është e domosdoshme që ai të negociojë për të rritur pagën, por ndryshon puna për profesionet të cilat janë goxhat kualifikuara dhe aty ai do bëj patjetër negociata për ta mbajtur, për të rritur pagën, për t'i ofruar ndoshta benefite. Edhe diçka, në informacionin që ju keni, kontaktet që keni juve, a e zgjedhin të rinë profesionin vetëm për lekët apo dhe për pasionin? Në të shumtën po, por nuk është ekskluzive. Siç thash, të rinjt sot kanë tendencë për qenë të përmbushur profesionalisht dhe shpirtërisht, le të themi, me një punë që ti pëlqej dhe ata janë të fokusuar shumë edhe në pjesën e balancës, pra do duan shumë kohë të lirë, do duan të punojnë me afatet dhe kohën që dëshirojnë ata dhe jo ato orarin që imponon kompania. Pra liku është i rëndësishëm, por kanë edhe një sër kërkesash tjera që duhet. Edhe diçka të fundit. Cilat profesione surpriz paguen shumë, por pak njerëz e din këtë? Ka ndonjë? Ka një profesion surpriz që pak e din njerëzit, që paguhet shumë, po nuk e din njerëzit. Do thuash të thjeshta, do thuash të surpriz, do me thanë, surpriz. Si sa shkon mendja, se deri tani folëm për kamariere, por nuk di, duhet ta shikoj tek dua punë, se cilat janë ato profesionet që mundet, po surpriz. Shiko, janë edhe profesionet e reja që janë krijuar, dhe ndoshta këto profesionet e reja. Sa po folëm, një social media manager, ai si thua e ka dhe fan punën që bën. Janë këto zanate që bëhen nga ndërmiu. Si? Janë zanate që bëhen nga ndërmiu, apo jo? Se ti. Po, mund ta bësh kollaj. Nëse sidoqoftë, po më bën kurioze, duhet më studiu. Kjo faqe dua punë se s'bën. Sepse aty është një database që s'ta fal njëri. Apo jo, 20 vjet eksperiencë, është i bie 4 universitete. Paka shumë. Është vërtet, kemi një ekip të dedikuar. Jo, në rregull, shumë mirë. Po që duhet me merr konsiderat për të arritë dhe shpesh herë duhet me gjetë tema dhe aty. Apo jo. Nuk të gjë Valdo dhe njëherë lutem? Shpesh herë duhet me gjetë tema aty. Duhet me kërku për tema programesh. Po. Këtë po thoja. Po. E dashur, unë të falenderoj shumë edhe me krah leta. Faleminderit shumë edhe. Punë të mbar. Okej, mirë.
8:32 është ora dashëmi që sot është e martë, dhe si çdo të martë jemi në lidhje me kolegat e Deutsche Welle. Aty është sot është Linit Arabe. Linit, përshëndetje dhe mirëmëngjes nga Tirana. Mirëmëngjes, përshëndes nga studia e Deutsche Welle, Aldo. Jemi në një Europë të trazuar goxha, domethënë lidhur kjo sidomos me luftën në Amerikës dhe Izraelit, ku duket se Gjermania, domethënë, sikur është tërhequr pak më njan, apo mund të themi kështu, por fillimisht të paktën erdhi një lajm i mirë, sepse Trump tha nuk do t'i sulmojë impjantet e Iranit dhe çmimi i naftës ra, po pasiguria mbetet gjithsesi. Sa lidhur me pyetjen tënde, lidhur me pozicionimin e Gjermanisë, për kancelarin gjerman Merz është në fakt një dilemë e vështirë, sepse kur filloi lufta e Iranit, sulmi SBA Izrael kundër Iranit, Merz ishte në shtëpinë e bardhë, në fakt ai shprehu mirëkuptim në fillim dhe tha nuk dua të jap mësim për të drejtën ndërkombëtare. Por pas javësh lufta, ai po bën një kthes të fortë tani. Nuk na konsultuan, tha kancelari gjerman, prandaj Gjermania nuk do të jetë pjesë e luftës. Rreziku i tensionimit në fakt të marrëdhënies me SBA qëndron se po të kujtojmë Trumpi u shpreh i shokuar që disa vende të NATO-s nuk i ofruan ndihmë për Hormuzin, për zhbllokimin e ngushtisës së Hormuzit. Dhe ai tha nuk do ta harrojmë këtë. Nuk do ta harrojmë këtë, tha Trump. Por të mos harrojmë edhe diçka tjetër. Edhe sondazhet mes gjermanëve tregojnë një refuzim të madh për përfshirjen e Gjermanisë në luftën e Iranit. Dhe kjo nuk është lufta jon, tha dhe ministri gjerman i mbrojtjes Pistorius. Gjermania e ka fokusin kryesor në fakt tek Ukraina dhe kjo është bërë shumë e qartë edhe tani, domethënë sepse kjo është lufta që e prek drejt për drejt Europën. E marrësh. Megjithatë kjo reagim i Gjermanisë ishte shoqëruar njëkohësisht edhe me një letër apo mesazh që ky Bill Clinton i dha popullit amerikan, nuk e di, në rrjetet sociale ka dalë, nuk e di sa është i vërtet apo jo. Megjithatë ishte me një mesazh goxha i fortë, ku të ishte vëmendjen pikërisht për këtë, mungesën e konsultimit me aleatët. Pikërisht për këtë. Po ky ishte një problem që shprehen edhe vende të tjera europiane dhe që një dallim shumë i madh këtë herë, sepse gjithmonë Europa ka qenë anën e SBA-s, po këtë herë Europa tha kjo nuk është lufta jonë. Dhe Gjermania në fakt me gjithë dëshirën për të ndihmuar, ato nuk thanë këtë që do të përfshihemi në luftë. Eksakt. Dhe Gjermania në fakt nuk ka dërguar trupa në ngushtisën e Hormuzit. Pra, rrezikon me këtë marrëdhënie me SBA-n dhe me Trumpin, domethënë? Marrëdhënia me SBA-n ka qenë e tensionuar këtu, marrëdhënia pas ardhes së Donald Trump. Por nëse do të keqësohet dhe më tej mbetet të shikojmë, Trump e bëri një paralajmërim, tha nuk do t'ja u harrojmë këtë, por deri tani nuk kemi, le të themi, dogana të reja apo dogana ndëshkuese. Kështu që të presim, të shpresojmë që mos të ketë ndonjë keqësim tjetër të marrëdhënies. Dakor, presim, dakord, po puna është që çmimet e energjisë po shkojnë në stratosferë. Ky është pak problem, domethënë një lloj po e prek kriza e vendeve evropiane apo Gjermaninë pak më shumë. Është një studim i fundit i një instituti vjenez edhe një universiteti holandez, në fakt thot një gjë që ky bllokim i ngushtisës së Hormuzit dhe kriza energjetike që përmendë ti nuk i prek njësoj vendet europiane. Dhe Italia është momentalisht një nga vendet më të prekura të BE-s, sepse ajo merr shumë mallra nga vendet e gjirit në vlerë 9.8 miliard dollar, merr sasi të mëdha gazi të lëngshëm nga Katari dhe Propan. Belgjika është vendi i dytë po ashtu i prekur shumë, sepse merr gaz nga Katari, po ashtu përmes portit të Anversit në Belgjik bëhet një tregti e madhe e diamantit me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërsa jashtë BE-s është Britania e Madhe, po ashtu vendi më i prekur europian nga kriza aktuale, sepse po ashtu ka një vlerë shumë të madhe, tregtie 12.9 miliard dollar në mos gaboj, është mjaft e varur po ashtu nga gazi i Katarit. Ndryshe situata me Gjermaninë dhe Francën është interesante sepse lufta e Ukrainës tani po jep me sa duket le të themi në za një lloj pasoje pozitive, sepse Gjermania u detyrua nga lufta e Ukrainës. Të mos kujtojmë që 55% Gjermania e merrte gaz rus më parë. Gjermania bëri një kthes të madhe energjetike, edhe Franca ka një diversifikim të madh të energjisë. Dhe Gjermania merr nga Katari energji, po jo shumë, në një vlerë gjys miliardi dollar, dhe Gjermania ka partnere kryesore të energjisë sot, Norvegjin. 44 deri 48% e gazit që merr Gjermania vjen nga Norvegjia. Pra Gjermania le të themi përballon pak më mirë, Gjermani, Francë këto pak më mirë krizën.
Duket në vështrim të parë, por të mos harrojmë sepse vendimtare janë, thonë ekspertët, janë çmimet globale të energjisë. Vërtet që Gjermania e ka vetëm 1% të importeve e lidhme me ngushticën e Hormuzit, por në përgjithësi është tregu global që vendos dhe Gjermania sigurisht nuk ka për të shpëtuar shtrenjtimeve. Çmimet e karburanteve janë rritur edhe këtu, efektet do të ndjejnë tek ushqimet e drithëra, mishi. Dhe kush importon ushqime dihet që do të përballet me çmime më të larta, po ashtu ajo që thuhet është edhe industria e ndërtimit do të preket së shpejti sepse prodhimi i çimentos kërkon shumë energji në prodhim dhe shtrejtimi i saj sigurisht do të çojë dhe në produkte të tjera që lidhen me ndërtimin. A ka ndonjë fije kështu optimizëm në mos të analistët e politikat tek ekspertët? Apo se ishim me një luftë, qashim me një luftë, u qam. Tani u bën dy. A e vetmja shpresë, domethënë dje ishte fjala e Trumpit që dha një lloj sinjali që do të shtyjë atë ultimatumin që vuri dhe menjëherë në bursat përmirësuan ato vlerat e tyre dhe po ashtu ra përkohësisht çmimi i naftës, por nëse do të ketë sulme të reja prap do të jemi në gjendje tjetër dhe ekspertët thonë këtë gjë, se sa do ta godas që mund të jemi në një recesion ekonomik botëror, se sa do të goditet kjo, ekonomia varet vërtet nga kohëzgjatja e luftës edhe ku askush nuk thot një gjë. Inshallah sa më pak. E dashur Lindit, falenderoj shumë dhe të uroj një ditë dhe një javë sa më të mbar. Edhe unë ju uroj një ditë të bukur në Tiranë. Faleminderit. Të dashur miq, ishim me Deutsche Welle me kolegen tonë Lindita Arapi. Vjojmë. Mrekulli i fare atëre. Vjoni miq për të prenotuar 069 40 41 003, ndërkohë jemi me Armanin ton të mëngjesit. Qenë ke përshërin në downtown. Mirë mëngjes nga downtown i mëngjesit. Ama, si u video ndeja? Po e bukur, a? Mirë, banorët e mëngjesit janë të mirë, duket që kanë në ditë e bukur që është sot, ka filluar që orët e para të mëngjesit të dalin një shëtitje, duke qenë se mbrëm ka pasur disa shira të lehtë, po fatmirësisht nuk është se ka pasur ndonjë dëm, siç janë shprehur banorët në orët e para të mëngjesit. Por duken dhe në një farë mënyrë të lumtur sepse thonë që duke mbajtur koha do fillojë që të vazhdojnë ato opinimet e tyre të cilat kanë lënë përgjysmë për shkak të kohës. Cili është lajmi që vërtet mund ta jepte edhe CNN-i për shkak të muzikën? Se CNN nuk është se di shumë gjëra, më kupton? Lajmi që mund të jepte CNN-i është për mbytjet jashtë normave të një pjesë të konsiderueshme të mëzheqes, të cilat në ditët e kaluara, sepse ai uji akoma nuk është kulluar siç duhet, ai uji që dhe çka ka bërë që përveç bimëve që i ka tharë, por edhe nuk mund të plugohen ato toka për mbjellje të reja, sepse duke pasur ujë të tepruar, ajo po ti mbjellësh një bimë ose po të futesh me traktor, normalisht që toka gjyshet dhe nuk plugohet. Dhe kjo bën që mund ta thotë CNN-i sepse është një gjë që kërkon vëmendje goxha të madhe, me thënë të drejtën, sepse femërët sakrifikojnë. Dikush mund ta ketë blerë, po dikush mund ta ketë marrë me qira si tokë, me qëllim që të mbaj baksinë apo që mund të mbjellë dhe perime, fruta, varet, për çfarë mund ta përdorë. Pra, është një gjë që është goxha problematik. E marrë, po fol çik më shkurt o burr. Domethënë, kanalet kulluese ku i keni u dha? Ku i çut? Ka kanale kulluese, por tokat që janë afër lumejve janë bërë ashtu për shkak të gryerjes së peneleve. Dhe duke u gryer penelet për arsye të ndryshme, që nuk dihet për çfarë i kanë bërë, domethënë dikush merr për të oborrin ose dikush ka marrë për në një ndërtesë kështu me radhë, dhe kjo ka bërë që lumi të dalë më tepër se ç'mund ta përballojë kanali në disa zona. Dhe gryerja e penelit mos mbajtja ashtu siç duhet, sepse edhe vetveti gjatë kohës, për shembull se përplasu ujë, ai dhe është dhe mund gryhet. Dhe çfarë bën? Duhet hedhur në një sy që ta mbathësh përsëri peneli që të ruaj forcinë e duhur që ka, me qëllim që të ruaj nivelin e lumet. Më fol pak për mbrëm, mblodhet, çfarë bëhet mbrëm? Mbrëm në fakt nuk u mblodhen, sepse banorët e shtuat sërish në mbrëm, dështua paksa se siç e thash, kishte disa shira të lehtë gjatë orëve të pasdites 8 mbrëmjet. Përkaqma? Dhe kjo
kjo bëri që banorët të friksohen pakta, sepse nga që dikush kur është kohë e mirë, i merr baktit dhe i lën në stan, nuk i merr dikush si pesove. Me qëllim që ti ta ketë lehtë për të nxjerrë, që mos bëjnë gjëra të rrugës. Mirë po, kur filloj shqira, ka një lloj frikë, se sa kush e di çfarë ere do kryej, dhe sa mund të marrë mbaj shqira. Si do halle pas. Mirë. Po. Mirë. Edhe për këtë fakt. Okej, s'ta thënë gjë sot. S'kishte në gjë për të mburur. Ha? Po, gjë për të mburur. Sa në shfalle me të detajle, normalisht s'kam për të mburur. Marrësh, mirë. Sukses në jetë. Zemra një mëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi gjithë. Sa kohë e bukur. Po, është pak me diell, pak e vrejtur, megjithatë është moti i mirë. Ai se rregullohemi. Po, rregullohemi gjatë rrugën. Me çfarë krenojeni sot? Dje u lumturuam me faktin që u plodh dhe hyri në fuqi bordi i naftës. Sa mirë. Sepse pati një shkëputje që nga koha e Covidit në fakt, dhe na kishte marrë malli për bordin e transportit. E do robi bord naftën jetë, pa diskutim. Dje hyn në fuqi dhe me sa duket do japin direkt efekte në uljen e çmimit të naftës. Po, për një minutë, do bënë një koncert besoj. Po, atjetër një organizim. Mund kaloj kështu. Në fakt, po ta shohim, është bordi më i rëndësishëm që kemi. Çfarë thutim me në shoqëri që kemi? Sepse ka filluar rritja e naftës, rritja e çmimit të naftës, duke dhënë efekte. Po pra se po rritet nafta kot në kot. Tani me bord ka lezet. Po, se në gjithë botën në fakt pas ka një bord, edhe ideja është që ta kemi edhe ne, dhe nga që ne kemi pas dikur, po u shkri duke qenë se nuk ishte më e nevojshme. U shkri bordi për naftika. Pas ka një bordit të naftës. Dhe dje në fakt, kur morëm lajmin që hyri në fuqi bordi i naftës, jemi gëzuar shumë me thënë të drejtën edhe ne. Po. Edhe jemi optimist se diçka do bëjmë. Patjetër. Dhe do të ndihen ato efekt dora atyre pra, që do prek çmimin. Dora e bordit. Dora e bordit dhe do na ulet nafta. Se me thënë të drejtën na ka dhënë goxha efekte negative, për shembull tek bujqësia. Fermerët, të cilët gjatë kësaj periudhe mbjellin tokën, kanë shumë të vështirë në fakt për shkak të çmimit shumë të lartë të naftës dhe kanë kërkuar edhe mbështetje. Tani që kemi bordin? Po, tani besoj duhet jemi optimist, po, ka që u ngritën edhe fermerët edhe gjithë duke u ankuar për çmimin e naftës, dhe nga që u paralajmëruan edhe rritjet e tilla të çmimeve. Bordi e patë arsyeshme të hynte në fuqi dhe të mblidhej, duke shpresuar që të jenë sa më produktiv. Shumë qef, lumsi. Dhe t'ja shohim hajrin bordit, kjo është ideja. Edhe, po me siguri, ashtu si ndodhi vite më parë, kur bordi ishte shumë efikas, ishtu edhe në cila raste, besojmë edhe kësaj here që do t'jap ato rezultatet e veta. Unë besoj gjithashtu që edhe në përdasma që mund të organizohen tani, në vend thonë për shembull erdhën Krushit, erdhi bordi. Erdhi bordi i Krushit. Madje edhe Krushit e quhen bordi i Krushëve. Në fakt ne në Shkodër kur përmendim fjalën bordi, kemi mall për bordin e kullimit, i cili ndjes pas. Po, kemi kaluar vite shumë bukura me bordin e kullimit. Mos e harrojmë ato vite, po. Nuk e harrojmë ato vite, ka qenë një bord shumë serioz nga puna e bërë. Dhe na hoqën fare, si vidim me çuan në lesh, pastaj hoqën e shkrin fare dhe kështu që vetëm ta bërë kullimin. Në fillim me çuan në lesh, pastaj për lesh. E qartë, për ta thënë në gjuhën e bukur shqipe, po. Bordi më simpatik që kemi pas, megjithatë edhe ky i naftës nuk është se mbetet mbrapa, është edhe ky një bord shumë nuk është se i kullimit. E keni pas më të mirë. Jo. Atë kemi pas të Shkodër, e kemi pas shumë afër. Dini takoheshit me bordin. Ka dalë bordi Xhiro. Mirë. Rreshe shiu ato vite. Qa vite shka që kanë atëherë. Ka qenë në krye të detyrës me thënë të drejtën. Edhe e kujtoj që ne para 10 vitesh bënim shumë shpesh. Po lëre tani mos ta bëjmë qajt, aman keq. Lëre se na mori malli. Ato rezultatet e atij bordi sigurisht që nuk mund të harrohen kollaj. Hajt më të shkuarat harruara. Çfarë ti themi? Po, e rëndësishme është që kemi pas në të rrojmë e ta kujtojmë.
Po, patjetër. Ndërsa sot edhe në vazhdim do shohim se si do japim këto rezultatet nga bordi i transparencës së naftës, në mënyrë që të kemi sa më shpejt rezultatet e kërkuara. Pra, ulja e çmimit të naftës. Në fakt, një gjë tjetër interesante që po diskutonim dje, ishte fakti që këtë vit, por edhe vitin e shkuar ka pas më shumë pensionistë të punësuar se sa një herë një kohë. Janë bo vërtac. Po, të moshuarit në fakt kanë më shumë energji dhe dëshirë. Si vjen zorë, që gjëri një gjithit lokal. Po pra, po, se dorovi që të moshuarit të rinj të luajnë domino, që duan punë. Dere s'po bënojnë fare, shko. E trajtojmë nesër të temën e këtyre të moshuarve që e kanë barë punës. Po, ja kanë barë krejt. Okej, mirë. Miq, ky ishte programi për ditën e sotme, do dëgjohemi e shikojemi me kismet zotit sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tong, tong.